sepse për ne është një nga kushtet që na siguron lëvizjen e lirë. Dhe lëvizja e lirë është një nga drejtat themelore që kanë njerëzit me aftësi të kufijsuar. Dhe që të lëvizësh lirisht duhet që trotuarët të kenë vend hyrje, vend dalje, të përshtatur për personat me aftësi të kufijsuar, por që të kalosh nga e majta në të djathtë nëpër trotuarët që ne kemi, duhet që të kemi vend kalimet për personat me aftësi të kufijsuar. Dhe ajo që vëmë re ne, sepse shoqata ka qenë shumë aktive në realizimin e gjithë shkaje që ne kemi arritur në qytetin në bashkinë e Gjirokastrës, është që një parkim i gabuar i të gjitha makinave, i shoferëve, në vendet ku janë të caktuara për vend kalimin e personave me aftësi të kufijsuar. Aty ku është një rampë. Mua më ka qelluar shumë herë që duhet të kalojnë nga e majta në djathtë, ngelen pastaj te pjesa ku kalojnë makinat, sepse përpara rampës është e parkuar një makinë, qoftë me një blokazh për kohë të shkurtër ose e parkuar. Dhe kjo është një problematikë që ne kemi. Unë, nëse trotuari që të hyjë në shtëpinë time ka disa rampa që të më lejon vend kalim, unë gjithmonë ato i gjej të zëna. Gjithmonë makinat janë të parkuara aty, edhe te vendi që unë kam për makinën që mund që të parkoj mjetin tim, ajo nuk respektohet. Ajo që është si problematikë e përgjithshme është sepse duhet që të kemi një respektim të numrit të vendparkimeve që ne na takojnë që t'jenë. Ne me luftë që kemi bërë, kemi arritur, kemi 7-8 vendparkime, por këto janë të pamjaftueshme për numrin e invalidëve që janë në bashkinë e Gjirokastrës. Sipas rregullores, duhet të jetë minimumi një vendparkim në 50 vendparkime normale. Duhet që institucionet duhet të kenë në vendparkimet që kanë rreth institucioneve të tyre deri në 5% duhet të jenë për personat me aftësi të kufijsuar. Dhe gjithashtu është mos flasim pastaj për përshtatjen e institucionit. Por ne jemi edhe në ato institucioneve që është mundur, që është arritur që të krijohet një mundësi për të hyrë brenda tyre, shpesh herë ne gjejmë makina që janë të parkuara dhe të bllokojmë vendparkimin. Dhe ky është një problematikë që është e nevojshme, ndërgjegjësimi, është e nevojshme për ne kërkimi nga instancat që ne kemi të respektimit të këtij legjislacioni që të kemi mundësi që të dalim lirisht. A keni patur kontakt me drejtuesit e policisë për të zgjidhur ose për të diskutuar këtë problematika? Po, ne shpeshherë i kemi, i marrim telefon, bëhet zgjidhje për momentin, po ne duam një zgjidhje të qëndrueshme, që ai vendi që është për mua të jetë për mua. Ose ndoshta kemi nevojë në rregullimin e kësaj kufizimeve ose sinjalistikave që jenë, ose duhet forcuar, ose duhet dhe një kontroll. Unë gjithmonë bashkë jam ka ndihmuar ajo policia bashkiake, por është zgjidh për momentin. Po ne duam një zgjidhje të qëndrueshme të problematikës që ne kemi dhe qytetaria Gjirokastrite besoj se duhet ta realizojë këtë. Dhe ne meritojmë që vendet që janë për neve të jenë të lira në çdo moment. Mund të kemi nevojë ditën, natën, mund të kemi nevojë si gjithë të tjerët që të kemi vendin tonë ku të lëmë makinën, edhe ku të kemi mundësi, ku të parkojmë, edhe ku të kemi mundësi dhe ku të kalojmë.